Esselamu alaikum rahmetullahu barakatuhu. Poezin po e thuri për një besimtar për me meru. Fjala bëhet për vllaun Sherif Berisha nga Plementini, namazli dhe punëtor, çka për jashe syni. Ka punun kuzhinë humanitare, pik për pik, gjendja shtepjake haj me det, për veti s'është mërzit. Ardian Sylla shkon një dit për vezit, po jashe 3 djem e qaqik. Ardioni, kur ja po gjendjen e shoku, dhe po thot, ja Allah, ne këtë situatë, ko ka të jetu. Sherifi as njëherë s'ka të regu për gjendjen e ti. Me njerë Ardionit i rjedhen lotët në sy. Ardian Sylla u bo se bep, hyri live dhe të boj shoqëri. Ju bashkan gjithë shpejtim Salafino për një shtepi. Bisedojnë nga Zvicra edhe Ebu Bekri, kur kontribun shoqëria Sherifi Buzqeshi. Oh, Zoti gjithësis, te falendroj ty ditë e natë, shpërblej donator që e dhanë këtë sadak, kam bo sabër dhe kam bo durim. Allahu i gëzoft Ardian Syllën e vllaun shpejtim. Me gzim po qilen temelat dhe po këndohet Kurani, sa u gzun femia Ebu Bekri, Aminja, Gjemajli e Advani. Shumë e mal e kam pret këtë shtepi të re, oh, Zoti madh, edhe shpejtimin pa femi mos e le. Edhe Ramazani, shtepia po mbarohet, inshallah për Bajram sofra Sherifit, në shtepi 3 po shtrohet. Vllau Sherif, mos u mërzit ku njerëzit ta kanë kthy shpinën, se kanë ditë për ty a ki verë apo a ki dimer. Besimi nuk blihet, thjesht fitohet, te i madhi Zot, a i do të gjykohet. Durimi është lule e cila nuk thahet, shpejtimi për Sherifin shumë po përballet. Koha nuk ndryshon askënd, por koha e zbulon çdo njeri. Elhamdulillah, Sherifi me familje po bohet me shtepi. Në atë natë të bukur dhe në atë natë me plot harmoni, surpriz po i bohet Ardionit prej Nazmis Berishes që jetoj në Itali. Allahu të shpërbleft o vlla i nderum që po e qon Ardionin në vendin e bekum. Ku janë ata shokët e Sherifit që kanë thonë të dojnë për hir të Allahut, por ju shokët me dullet si zemra e shkahut. Elhamdulillah që e kam Allahun, i falenderoj shpejtimin Ardionin e donatorët që më ngjitin krahun. Ma boni halal për këtë poezi, ju përshëndet Rom Krasniqi që jeton në Gjermani.